Shpërblimi I fundit. Këto 4 shenja do të marrë shpërblimin që se merrnin dot prej 6 muajsh. Përgëzime. Po vjen shpërblimi që universi ju detyrohet. 4 shenja do të marrin atë që nuk e kanë fituar dot prej 6 muajsh. Kjo është dita e drejtësisë kozmike. Zbuloni menjëherë si do t'ju kthehet fati. Më në fund, e drejta juaj po vjen. Energjia e sotme po sjell një val të fortë kthimi, sidomos në fushën e punës dhe financave. Kjo është dita kur puna dhe durimi juaj I vështirë do të shpërblehen. 4 shenja specifike duhet të përgatiten për të marrë një shpërblim që e kanë pritur ose e kanë merituar, por që u është mohuar për rreth 6 muaj. Mund të jetë një rritje page e vonuar, një komision I madh, një njohje formale që shkon me para, ose një fitim nga një investim I vjetër. Ky moment është një vul nga yjet që ju tregon se jeni në rrugën e duhur. Mos lejoni që kjo mundësi e dytë ju kaloj pa u vënë re. Le të zbulojmë menjëherë cilat janë këto 4 shenja dhe cili është shpërblimi I fundit që po vjen për to. Demi, për ju, shpërblimi I fundit vjen drejt për drejt nga fusha profesionale dhe financiare. Keni punuar me durim dhe keni qenë të vendosur në qëndrimet tuaja, edhe kur të tjerët kanë dyshuar. Yjet ju tregojnë se shpërblimi që ju është premtuar para rreth 6 muajsh, ndoshta një ngritje në detyrë apo një pagë më e lartë, më në fund po bëhet realitet. Ky nuk është një dhuratë, por kompensimi I merituar për qëndrueshmërinë tuaj. Shpërblimi mund të jetë financiar, por mund të jetë edhe një njohje publike që do t'ju sjellë më shumë respekt dhe autoritet në punë. Qelësi është të pranoni këtë shpërblim me qetësi dhe të mos ngrini zërin për të bërë një dramë. Thjesht merrni atë që ju takon dhe fokusohuni te hapat e ardhshëm. Kjo ditë ju jep besimin se të gjitha sfidat tuaja do të shpërblehen. Përdoreni këtë fitore si një bazë për të ndërtuar një të ardhme më të sigurt. Mos harroni të festoni me njerëzit tuaj të dashur, sepse kjo fitore vjen si rezultat I mbështetjes së tyre. Britsjapi. Shpërblimi I fundit për ju vjen nga një projekt I vjetër apo një punë e bërë në sfond që nuk e prisnit më. Keni ndjerë se puna juaj e vështirë është injoruar për një kohë të gjatë, ndoshta duke filluar nga muajt e verës, por sot, një figurë autoritare ose një ish shef do t'ju vërë në qendër të vëmendjes dhe do t'ju kompensoj. Ky shpërblim mund të vijë si një bonus I papritur, një pagesë e vonuar e një borxhi, apo një mundësi e re biznesi që bazohet në reputacionin tuaj të vjetër. Mos u trembni nga fati. Në vend që të mendoni se nuk e meritoni, thjesht pranojeni. Ky moment është një dëshmi që durimi dhe integriteti juaj profesional janë vërtet vlerësuar. Yjet ju kërkojnë të jeni të hapur ndaj ndryshimeve dhe të mos u shmangeni ofertave të reja. Ky shpërblim do t'ju jap një ndjenjë të re të besimit dhe do t'ju ndihmojë të planifikoni hapat tuaj të ardhshëm financiar. Përdoreni këtë sukses si një bazë për të ndërtuar një të ardhme më të sigurt dhe mos keni frikë të tregoni suksesin tuaj. Peshqit. Për ju, shpërblimi I fundit është shpirtëror dhe emocional, I cili hap rrugën për fitime financiare. Keni qenë në luftë me vetëdyshimet dhe pasiguritë për rreth 6 muaj, duke ndjerë se nuk jeni mjaftueshëm të mirë. Sot, universi ju jep një njohje të brendshme, ju do të kuptoni vlerën tuaj të vërtetë dhe do të ndjeni një shërim emocional. Ky shpërblim vjen në formën e një lajmi shumë pozitiv nga një person I afërt, ose një përfundim I suksesshëm në një çështjeje ligjore dokumentare që ju ka penguar. Ky kthim I qetësisë shpirtërore do të jetë çelësi për të marrë vendime të mençura financiare në të ardhmen. Mos u fokusoni te parat tani, fokusohuni te paqja e brendshme, sepse ajo do t'ju sjellë para më vonë. Besojini instinktit tuaj dhe lëshoni të gjithë peshën e të kaluarës. Përdoreni këtë ditë si një fillim të ri dhe mos keni frikë të shfaqni emocionet tuaja. Kjo ditë ju jep besimin se të gjitha sfidat tuaja do të shpërblehen. Shigjetari. Shpërblimi I fundit për ju vjen nga udhëtimet, edukimi ose një projekt I madh që lidhet me jashtë vendit. Keni investuar shumë kohë dhe energji në një ideal apo një projekt ambicioz, por fitimi nuk ka ardhur. Sot, yjet ju japin një sinjal të qartë. Një pagesë e madhe po vjen, ndoshta nga një klient I huaj, një marrëveshje botuese apo një shpërblim lidhur me një studim të gjatë. Ky shpërblim do t'ju jap lirinë financiare që keni dashur prej kohësh.
Mos kini frikë të merrni rreziqe të guximshme dhe të ndiqni pasionet tuaja. Rreziku i vetëm është të mos e pranoni shpërblimin si të merituar. Yjet ju kërkojnë të festoni këtë sukses dhe të përdorni këto para për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Kjo ditë është një dëshmi se kur besoni në veten, universi ju shpërblen. Përdoreni këtë energji për të planifikuar udhëtimin tuaj të ardhshëm, sepse do të jetë burimi i fatit të madh. Mos harroni të ndihmoni ata që kanë nevojë. Nuk ishte lehtë, por ja ku jemi. Kjo është dita juaj e kthimit, shpërblimi i shumëpritur. Mos e humbisni këtë val fati. Veproni me qetësi dhe merrni atë që ju takon. Yjet janë me ju. Jeni gati të merrni shpërblimin? Lini një koment më poshtë dhe na tregoni me fjalët po, unë e meritoj. Angazhimi juaj e thellon magnetin e fatit. Shpërndajeni këtë fitore me botën. Ju lutemi, ndajeni këtë video me çdo person që e meriton këtë fat. Kur ndan fitoren, ajo shumë fishohet. Nëse dëshironi të merrni mesazhe të tilla triumfuese dhe të ndryshoni fatin tuaj, abonohuni te Zëri i Universit dhe aktivizoni zilen.